Edisona të përshëndes, 15 hektar tokë të zhdukura, nuk janë pak. Në cilat zona shfaqet ky fenomen, pra kush janë zona më problematike dhe a ka shtëpi që rrezikojnë? Ju përshëndes Fabiola, janë të paktën 3 njësi administrative në bashkinë e Elbasanit, të cilat vitet e fundit janë prekur nga rrëshqitja e tokës dhe duket se situata është kthyer serioze pasi shqetësimi tashmë është ngritur edhe nga emergjencat civile në bashkinë e Elbasanit. Konkretisht bëhet fjalë për të paktën 3 njësi, siç e thash pak më sipër, kryesore mbetet shqetësimi në njësinë administrative të Zavalinës në zonën e Shpatit të bashkisë së Elbasanit, ku prej disa kohësh tashmë erozioni është kthyer në një problem shqetësues pasi në këtë vend ka edhe banesa të cilat janë shëmbur ose rrezikojnë shëmbjen si pasojë e rrëshqitjes së tokës. Problematike situata gjithashtu paraqitet në njësinë administrative të Funarit dhe në njësinë administrative Labinot Mal, po të bashkisë së Elbasanit. Edhe pse në këto zona nuk kalon në lumi Shkumbin për shkak të terrenit malor dhe rreshjeve të vazhdueshme të shiut, situata është shqetësuese për shkak se ka rrëshqitur toka dhe në të 3 këto njësi administrative rrezikohen edhe banesat. Ndërkohë që siç e ka thënë në fakt edhe drejtuesi i shërbimit të emergjencave civile në bashkinë e Elbasanit, janë rreth 15 hektar tokë të cilat janë zhdukur për shkak të gërryrjes nga lumi Shkumbin. Edhe pse tashmë bashkia e Elbasanit ka ndërhyrë dhe ka ndërtuar prita mbrojtëse në një pjesë të konsiderueshme të lumit Shkumbin, sërish përgjatë gjithë gjatësisë së tij ka qenë e pamundur që të ndërtohen pritat në mënyrë që të mos ketë më gërryrje të vazhdueshme të anave bordurave mbrojtëse, në mënyrë që të mos rrezikohen edhe banesat që janë afër në fshatrat ku kalon kryesisht lumi Shkumbin. Është një shqetësim në fakt i ngritur prej disa kohësh tashmë edhe nga banorët e fshatrave që unë përmenda pak më sipër, të cilët vazhdimisht në fakt kanë kërkuar edhe ndërhyrje nga Bashkia e Elbasanit së pari, por më tej edhe qeveria shqiptare që t'i asistoj me ndihmë ekonomike në mënyrë që ata të kenë mundësi të zhvendosen në zona më të sigurta, pasi terrenet ku ata jetojnë aktualisht janë malore dhe duke qenë se përpara kemi edhe dimrin, rreshtet e shiut pritet të jenë ende të pranishme dhe rreziku që banesat e tyre të preken nga erozioni dhe më tej në rastet më të rënda të shëmben, mbetet i lartë. Dhe si po veprohet Edisona pikërisht për këto zona ku janë të banuara, pra për banorët, për banesat atje? A ka një plan? Emergjencat civile të bashkisë e Elbasanit, të cilat të njoftuara nga banorët që janë duke hasur problematika me erozionin, ka ngritur tashmë grupet në terren për të bërë të mundur verifikimin dhe të nxjerrin një akt ekspertimi se ku konkretisht ka banesa që realisht rrezikohen nga rrëshqitja e dherave. Dhe siç e thotë në fakt edhe drejtori i emergjencave civile, janë disa banesa në fakt të cilat janë konfirmuar tashmë se janë në rrezik dhe që duhet patjetër bërë evakuimi i banorëve në mënyrë që të mos kenë probleme sa i takon jetës së tyre në rast se kur të fillojnë shirat. Je duke cituar drejtorin e emergjencave Ndritshim Sinanin, apo jo? Ne kemi edhe një intervistë, e ke pyetur atë, e ndjekim në këtë moment, Edisona. Lumi Shkumbin përshkon në bashkinë e Elbasanit në gjatësi prej 30 kilometrash. Dhe rreth 60% e brigjeve janë të sistemuar në vite me mbrojtje gjatësore dhe tërthore, por pjesa e mbetur pa sistemuar gërryhet vazhdimisht nga prurit e lumit Shkumbin. Kemi në vlerësimet tona kemi mbi 15 hektar që kanë humbur nga fondi bujqësor si pasojë e gërryes lumit Shkumbin. Dhe për këtë është kërku po nga Ministria e Bujqësisë për ndryrime projekte dhe me investimet të cilat së fundi kanë qenë të konsiderueshme në disa njësi si në Papër, në Shirjan dhe në Shushicë. Kemi probleme në 3 njësit kryesore në malore, siç është Funari,
Zavalina dhe Graceni, njëkohësisht është dhe një fshat në Lapinot Mal. Në këto njësi kemi rëshqitje të konsiderueshme të fshatrave të tërë, duke rëshqit edhe banesat bashkë me tokë bujqësore. Jo vetëm tokë bujqësore që po humbë funksionin e saj, po edhe banesat nuk mund të qëndrojnë më në këto zona. Atëre, bëhet fjalë Edisona për fazën e të parit të situatës, pra të analizës të situatës, por janë identifikuar se sa banesa janë në rrezik dhe a do të veprohet me njëherë, sepse ti e the edhe pak më parë, ne jemi në sezonin e dimrit ku shirat kanë qenë dhe pritjen edhe intensive. Pra, është situatë që do të veprohet në mënyrë më emergjente apo jo? Deri më tani të paktën nuk është bërë publik numri i banesave të cilat janë verifikuar nga ekspertët dhe janë shpallur si në rrezik shëndjeje, por që sipas drejtuesit të emergjencave civile pritet në fakt informacione të gjitha përmes rrugëve zyrtare i kanë kaluar tashmë Ministrisë së Bujqësisë dhe pritet në fakt edhe një fond i cili do të jetë në ndihmë të gjithë atyre qytetarëve të cilët janë prekur nga erozioni dhe po ashtu për të vendosur prita në të gjitha pikat që është deklaruar se janë të rrezikshme dhe ka nevojë për ndërhyrje në mënyrë që lumi Shkumbin të mos vijojë më tej gryrjen dhe si pasojë në pikat më të rrezikshme të tij të mos ketë dalje nga shtrati. Vazhdimisht vitet e kaluara në fakt në të paktën 2 fshatra të bashkisë së Elbasanit, lumi Shkumbin ka dalë dhe ka shkaktuar vazhdimisht problematika sa i takon përmbytjes. Ndaj, shpresojmë që Ministria e Bujqësisë ta miratojë sa më shpejt fondin e nevojshëm të kërkuar nga emergjencat civile të Elbasanit në mënyrë që banorët që jetojnë në njësitë të cilat u përmendën më sipër që kanë probleme me erozionin dhe po ashtu në ato vende ku është e nevojshme të vendosen edhe pritat mbrojtëse sa më shpejt. Edisona, të falenderoj për raportimin e drejt për drejt. Faleminderit.